Po unë desha të kthejmë pak edhe në fillim të debatit, si shihni ju e ardhmen, domethënë e marrëdhënieve shqiptaro-kosovare, domethënë kemi debatuar edhe për çështjet identitare, por ka edhe domethënë fushat të ndryshme si ekonomia, shoqëria, kulturë jo vetëm në çështjen në fushën e çështjes identitare. Do të kemi, thonë, ekzistojnë disa mundësi të analizës. E para është kjo rruga nikahshe që kemi në komunikim. Thonë, shqiptarët e Kosovës ndihen në shtëpi, në Durrës, në Vlorë, në Saran dhe tjera. Shqiptarët e Shqipërisë ende nuk ndihen në shtëpi kur vinë këtu, vinë për një ditë dy. Pra, shqiptarët e Kosovës e njohin Shqipërinë shumë më tepër. E ka njohur në fakt Shqipërinë shumë më tepër edhe kur ka qenë Shqipëria e mbyllur. Pra, shqiptarët e Kosovës kanë lexuar letërsi nga Shqipëria dhe e njohin letërsinë, nuk ndodh anasjelltas. Pra, kemi një rrugë nikahshe kulturore dhe kjo është një sfidë për të ardhmen. Te Kosova kompenzimi i komunikimit bëhet edhe me perëndim. Pra, gjithnjë e më shumë do të kemi komunikim me shfaqje teatrore, me libra tjera, kemi shokun tonë të përbashkët Enver Obellin, i cili ka shtëpi botuese tash në Zvicër dhe prej andej Cyrihu shndrohet në një qendër të re shqiptare në shpërndarjen policentrike. Por ende nuk janë konsumuar lidhjet e forta ekonomike mes Kosovës dhe Shqipërisë. Një shembull i cili nuk është marrë parasysh për fat të keq. Kompania norvegjeze e energjisë ka ndërtuar hidrocentral në lumin Devol. Ka investuar dikun mbi gjys miliard euro dhe ato hidrocentrale prodhojnë dikun 250 megawatt fuqi të energjisë elektrike. Në një marrëdhënie normale politike dhe ekonomike mes Kosovës dhe Shqipërisë, Kosova do duhet të shkonte dhe të kërkonte që të ndërtoj hidrocentral në lumin Devol, sepse kjo do të kompenzonte pastaj nevojat energjetike të Kosovës, dekarbonizimin e prodhimit të energjisë elektrike, adaptimin rregullave të Bashkimit Evropian, fundit investim brenda një hapësire gjuhësore, një kombëtare. Pra, këto janë sfidat të cilat nuk ilustrojnë për një mungesë ndërlidhje më të madhe. Kohabitimi i dy shteteve shqiptare është kohabitim i cili pasuron, besoj unë, hapësirën shqiptare dhe problemi tash i përbashkët i kësaj hapësire nuk është ekzistenca fizike, që ka qenë problem më thonë relativisht vonë e kemi siguruar ekzistencën fizike edhe si kombë edhe si shtet. Problemi i thelbësor i kësaj shoqërie është mungesa e prodhimit të shpresës për të ardhmen. Dhe gjenerimit të shtytjes të gjeneratave të reja për të kërkuar shpresën, projekcionin e ardhmërisë dikund tjetër. Dhe shpopullëzimi i Kosovës dhe i Shqipërisë është aq dramatik sa në vitin 2031 presim që të bijmë dikund në shifrat dikund mes viteve 70 dhe 80 të shekullit të kaluar. Dhe kjo faktikisht është edhe pyetja e tytë, sepse unë kam edhe udhëtuar shumë, sidomos në zonat rurale, malore, në vitin e fundit, kam parë shumë fshatra të praktisura, sigurisht me ndonjë potencial turistik, por njerëz nuk kam sipas mendimit tuaj çfarë duhet të bëhet për të, domethënë, ndryshuar situata nga një ikja në një si qëllim ideal, një Kosovë i cili do të jetë një shtet, një vend në të cilët njerëz imigrojnë me kënaqësi.
Kjo nuk ka të bëjë më me investime ekonomike, mendoj unë. Njerëzit të cilët shkojnë, është një analizë e cila është bërë me valët e emigrimit kuban. Është një sociolog kubano-amerikan i cili ka bërë dhe i analizon valët e njerëzve që ikin për në Amerikë. Dhe vala e fundit të cilën ai e analizon janë njerëz të shtresave të mesme, të cilët i kanë rregulluar punët, paka shumë brenda Kubës, të asaj Kube socialiste, por kanë ikur sepse nuk kanë parë shpresë për të ardhmen. Problemi i Kosovës është që çdo familje e cila ulet dhe thot, kur ta mri moshën e pensionit, a do të mund të kujdesem për shëndetin tim, a kam sistem shëndetësor i cili kujdeset për mua, a do të mund të jetoj me pensionin, fëmijët e mi a do të mund të mësojnë apo do të jetojnë në këtë sistem të tanishëm arsimor në të cilën 78% të nxënësve të moshës 15 vjeçare nuk e kuptojnë tekstin të cilën e kanë lexuar. Pra, a i jepet një siguri bazike sociale një gjenerate të njerëzve apo jo? Dhe kjo është dilema bismarkiane. Më thonë, kur Bismarku e ndërton shtetin social, a e ndërton në mënyrë që njerëzit mos të rebelohen kundër atij shtetin, në këtë rast ikja është rebelim ndaj gjendjes së tanishme dhe kërkesë të një projeksioni më të mirë. Shumë faleminderit. Ishte një kënaqësi. Edhe për mua.